Gjigjej për faktin se në llogarinë e tij janë një 40.000 euro pa mbulesë. Por arsyetimi i tij ishte që ka bë gabim asistentja, por po e them prap, shtëpinë time, shtëpinë tonë, po e ndërtojmë me një kredit cilën e kemi marrë, por mbi të gjitha, Zotri Idrizi ka qenë që 4 vite në komunë. Ai ka mundur dhe është dashur nëse ka gjetë ndonjë keqpërdorim t'i dërgoj në organet kompetente. Por edhe 40 vjet me kanë Zotri Idrizi. Nuk do të arrit të ketë asnjë lëndë kundër meje, për shkak se asnjëherë për 4 vite se kam qenë komunë. As nuk e kam shkelur ligjin dhe as nuk kam abuzuar me paron publike. Jam sjellur si kujdestari më i mirë i paras publike në qytetin e Vushtrisë. Kanë kaluar 4 vite, nuk ka asnjë hetim për asnjë drejtor timi në Vushtri, nuk ka asnjë akt akuzë, pra kanë kaluar 4 vite që unë nuk jam pushtet në Vushtri. E prap Zotri Idrizi vazhdon me akuza, po të kishte pas çfarë do bazë në akt akuzat e tij, në akuzat e tij politike, sigurisht që organet e rendit do të kishin vepruar, sepse unë jam thjesht një qytetar civil në Republikën e Kosovës. Prandaj akuzat e tij janë thjesht akuza politike për efekt fushatës e nuk kanë të bëjnë asgjë me realitetin. Mirë, po, a ka drejt kryetari aktual, në fakt, t'ju pyes për çka keni bë 4 vite kur s'keni qenë pushtet? Po, kjo është, unë mendoj, prandaj po them që është qasje tipike e Zotit Idrizit dhe e ekipit të tij, që në Vushtri kanë ardhur në pushtet me shpifje, kanë qeverisur me kontrata, me çmime të fryera për cilat për çdo ditë po i zbulojmë, dhe po të kishte pas bazë cilat do prej akuzave të Zotit Idrizit, ai do duhej që këto 4 vite ti dërgonte këto land në gjykat dhe do të kishin marrë epilog. Unë nuk kisha me qenë sot të kandidu pra për kryetar komune, ose kisha me qenë gjykat u ballafaqu me akuza, ose do të kisha ikur po të kisha pasur diçka për të fshih gjatë kohës sa jam kryetar komune. Për faktin se integriteti... A ka nisur ndonjë procedurë në prokurori? Asnjë. Ato që i ka nisur Zoti Idrizi, të gjitha janë hudhur poshtë. Shife për shembull, po ta jap një shembull, Arben, është shumë interesant. Çka ka nisur? Zoti Idrizi dhe ish nënkryetari i tij e kanë bllokuar zonën ekonomike në Vushtri me një kallëzim penal ndaj meje. Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës me një vendim prej 16 faqesh e ka hudhur kallëzimin penal. Por çfarë ka ndodhur? Në zonën ekonomike në Lumë të Madh nuk janë kriju 300 vende të punës. Nuk janë investuar 30 milion euro në fabrika që është dashur të investohen aty. Pra janë humbur, janë dëmtuar bizneset e Vushtrisë, janë dëmtuar qytetarët e Vushtrisë, janë dëmtuar tritë të reja që nuk kanë mujt me pas një vend punës në Lumë të Madh. Po e përsëris, ky është vendimi i Prokurorisë Speciale që ka konstatuar se nuk ka pasur asnjë. Shifni çka shkruan. Në veprimet e të dyshuarit nuk formsohen elementet e veprës penale si në kallëzim penal e as të ndonjë vepre penale tjetër e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare. Pra, prokuroria e ka hetuar tërësisht procesin e zonës ekonomike dhe nuk ka gjetë asnjë shkelje. Cila është përgjegjësia tash e Zotit Idrizit? Zona ekonomike ka qenë një prej krenarive tuan. Dhe është prej krenarive të mia dhe në muajin e parë. Apo funksionon tash, është në rregull?